kemi punu me gratë e burgosura në qendrën korrektuese të femrave në Lipjan, edhe kemi kriju bashk vepra artistike në teknikën filigran me letër për disa muaj me radhë, edhe gjitha ato vepra që janë kriju gjatë punës që kemi bo me to, janë ekspozu jashtë, do më thënë në bibliotekën kombëtare kemi pasë të ekspozitën e parë, dhe njerëzit kanë mujtë me ardhë mi pa edhe mi blej këto vepra dhe pasaj të ardhunat nga shitjet e këtyre veprave ju janë kalu drejt për drejt në llogarisë e cilës grua që e ka kriju. Qëllimi i këtij projekti ka qenë mi u ndihmu grave që janë duke vuajtur dënime të gjata në qendrën korrektuese të femrave në Lipjan, mi u ndihmu në fakt në dy mënyra, edhe si terapi e artit për me kalu kohën që ato janë të mbyllura, pavarësisht se ato këto gra, do më thonë, kanë një program ditor, kanë aktivitetet të ndryshme që i ndjekin brenda, por gjithsesi përmes artit ndoshta me u ndihmu me shpreh veten, edhe me kriju ndoshta një lloj ure komunikimi me botën e jashtme. Ajo që kemi vënë re me punën që kemi bo bashkë me to, ka qenë që ato kanë qenë shumë entuziaste, dhe kanë pasur vullnet shumë, dhe kanë punu në mënyrë të jashtëzakonshme me përbesu së pari teknikën që na kemi dashur me mësu, edhe pastaj me kriju vepra. Mendoj që është një projekt shumë fisnik dhe po besoj që ngadalë po e arrim qëllimin që e kemi pasur në fillim.